Moshimi I popullsisë është një dukuri në nivel global dhe llogaritet që deri në vitin 2050 në nivel botëror popullata mbi 65 vjeçë do të përbëj 17% të popullsisë. Dhe këtij trendi nuk I shmanget as Kosova, sepse edhe tek ne është konstatuar numër më I madh I të moshuarve në regjistrimin e fundit të popullsisë në krahasim me regjistrimin e kaluar. Kjo do të thotë se duhet për angazhime shtesë për kujdes shëndetësor, të përshtatur për nevojat të moshuarve, për mbrojtje sociale të përshtatur për te, për ndërmjetësim, angazhim dhe bashkëpunim ndërmjet brezash, në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrit ashtu si mundemi, dhe mbi të gjitha mbi ndërtimin e politikave të cilat do të ndihmojnë në shëndetin publik, në një mirëqenie të një jetëgjatësi të moshuarve. Sipas dhënave të regjistrit të popullsisë të vitit 2024, numri I personave të moshuar në Kosovë ka shënuar një rritje në 11%, që është domethënë krahasim me vitin 2011. Ky fakt na bën të kuptojmë se përballë plagës së popullsisë, kujdesi shëndetësor, social dhe institucional për këtë grup mosh duhet jetë prioritet kombëtar. Mota e këtij viti, nga Kombet e Bashkuara, personat e moshuara nxisin veprim lokal dhe global, aspiratat, mirëqenia dhe të drejtat tona. Na kujton se të moshuarit nuk janë vetëm bartës të përvojës dhe të mençurisë, por edhe nxitës të ndryshimit të pjesëmarrjes aktive në ndërtimin e një të ardhme me gjithë përfshirëse. Si Ministria e Shëndetësisë, dua të theksoj se institucionet tona janë të përkushtuar, zhvillojnë politika dhe programe që mundësojnë qasje dhe shërbime cilësore, kujdes parandalues, trajtim të duhur të mbështetje psikosociale për personat e moshuar. Është kënaqësi të jemi sot bashkë për të shënuar ditën ndërkombëtare të personave të moshuar. Kjo ditë na kujton se moshimi është një proces I përbashkët. Të gjithë ne jemi duke shkuar drejt saj. Dhe secili ka të drejtë të jetojë me dinjitet dhe shëndet dhe me mundësi të barabarta. Motoja e këtij viti na fton të reflektojmë mbi rolin e të moshuarve si forca aktive e shoqërisë tonë. Ata nuk janë vetëm përfitues të shërbimeve, por bartës të përvojës, kujdestar të traditës dhe mbështetje të familjeve tona. Megjithatë, duhet të theksojmë veçanërisht gjendjen e personave të moshuar me aftësi të kufizuara, të cilat përballen me bariera edhe më të mëdha në qasje në shërbime shëndetësore, diskriminim të dyfisht dhe shpesh mungesë të mbështetjes së duhur. Këto pengesa nuk mund të injorojnë më. Shëndeti publik ka rol vendimtar. Shërbimet parandaluese, vaksinimi dhe kujdesi afatgjat duhet të jenë të qasshme për të gjithë, kudo dhe kushdo që jeton. Prandaj është koha të zhvillojmë dhe forcojmë shërbime me kujdes të specializuar për të moshuarit me theks në parandalim, rehabilitim dhe kujdes afatgjat. Pa këto shërbime, shumë të moshuar, sidomos ata me aftësi të kufizuara, mbeten të pambrojtur dhe të lënë pas dore. Investimi në shëndetin dhe mirëqenien të moshuarve nuk është vetëm një detyrë morale, është një investim shoqëror dhe ekonomik. Një I moshuar I shëndetshëm dhe I mbështetur vazhdon të kontribuojë në familje, në komunitet dhe në tërë shoqërinë dhe ekonominë. UNFPA është e përkushtuar të mbështetë Kosovën në ndërtimin e politikave të moshimit aktiv, në zhvillimin e asaj që quhet ekonomia e argjend dhe në forcimin e shërbimeve për të moshuarit në që të jenë gjithëpërfshirëse. Por kjo kërkon angazhim të përbashkët nga institucionet, profesionistët shëndetësor, shoqëria civile, sektori privat, të gjithë ne edhe nga vetë personat e moshuar. Le ta shfrytëzojmë këtë ditë si një thirrje për veprim, të punojmë për të garantuar kujdes cilësor për të gjithë, të forcojmë shërbimet për të moshuar dhe të vendosim në qendër ata që shpesh mbeten në hije, personat e moshuar e veçanërisht ata me aftësi të kufizuara. Mos të harrojmë, moshimi nuk është barë, por fitore e njerëzimit dhe përgjegjësia jonë është që vitet shtesë të jenë vite me dinjitet. Ju falenderoj dhe gëzuar edhe një herë.